Parku arkeologjik i Apollonisë Vion të mbetet një nga destinacionet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në vend. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gunxha bëri të ditur se i gjatë vitit 2025, ky park ka mirëpritur mbi 125.000 vizitor, çka konfirmon interesin e lartë për këtë sit arkeologjik. Sipas Gunxhës, koleksionet muzeore të Apollonisë po i nënshtrohen një procesi modernizimi dhe dokumentimi digital me synimin, ruajtjen dhe prezantimin e tyre sipas standardeve bashkëkohore. Paralelisht vijon puna edhe për ndërtimin e qendrës së re të vizitorëve, e cila pritet të ofrojë shërbim më të mirë, si dhe një përvojë të përmirësuar për publikun. Apollonia ndodhet në jug-perëndim të Fierit dhe përfaqëson një nga qytetet më antike dhe më të mëdha në territorin e Shqipërisë. Si një nga qendrat më të rëndësishme të botës antike mesetare, ajo konsiderohet edhe një nga perlat e trashëgimisë arkeologjike shqiptare. Sipas arkeologëve, vetëm rreth 10% e territorit të qytetit antik është zbuluar deri më sot.